Ekspozita fotografike Olbania, çelur në Muzeun Marubi të Shkodrës, vjen si një eksplorim artistik i marrëdhënieve mes Shqipërisë e Italisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, Lucian Bedeni, nënvizoi rëndësinë e ekspozitave bashkëkohore si pjesë e pandashme e muzeut. Arti lidhet pikërisht me këtë, liri. Është dhënë ku mund të tradhtosh gjithçka, piles edhe vetë idetë tua. Kuratoria Sara Dolfi Agostini theksoi se Olbania ndërton një realitet paralel të lidhur në hapësirën virtuale ku imazhet, mitologjitë dhe perceptimet ballkanike për Shqipërinë janë krijuar nga përdoruesit e internetit në vitet 2009-2010. Oppure dovrei dire all'Olbania. Olbania paraqet një Shqipëri tjetër, është një Shqipëri që populli i internetit e ka shpikur në një periudhë tranzicioni teknologjik mes viteve 2009 dhe 2010, kur u kalua drejt përdorimit të platformave digjitale. Ekspozita krijon fokusin tek mitologjitë dhe stereotipet ballkanike. Nga ana e tij, drejtori i Institutit Italian të Kulturës në Shqipëri, Alessandro Ruggera, e cilësoi ekspozitën si një urë komunikimi artistik mes dy kulturave. Kjo ekspozitë është një komunikim mes Italisë dhe Shqipërisë në planin artistik, në planin e imazhit, në planin e njohjes dhe të rishikimit të historisë së njëri tjetrit, ashtu siç italianët këtu shikojnë një histori të kaluar të Shqipërisë, po ashtu siç shpesh shqiptarët kanë parë historinë italiane. Ekspozita Olbania do të jetë e hapur për vizitorët në Muzeun Marubi deri në fillim të vitit 2026, duke ftuar publikun në një reflektim mbi imazhin, kujtesën dhe identitetin në epokën digjitale.